Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse jeni mbi 40 vjeç, nuk duhet t'i hani këto ushqime, po ju dëmtojnë shëndetin. Aftësitë të rimëkëmbës së të trupit zbehen ndjeshëm pas të 40-tave. Në këtë grup moshe, njeriu është më i rrezikuar nga kolesteroli i lartë, sëmundjet e zemrës, artriti apo diabeti. Njerëzit e moshës 35 deri në 55 vjeçët, të cilët kanë nivele mesatarisht të larta të kolesterolit, përballen me një rrezik të rritur të sëmundjeve të zemrës, e cila arrin deri në 39%. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për ushqimet që duhen shmangur pas këtij pragu të rëndësishëm të moshës së njeriut. Mishrat e përpunuar. Studimet thonë se ngrënia e mbi 200 deri në 300 gram mishra të përpunuar në ditë rrit rrezikun e sëmundjeve të parakohshme nga sëmundjet e zemrës. Këtu përfshihen salçiçet, prosciuta dhe sallamët. Alkooli. Konsumi i lartë i alkoolit gjithashtu shkakton edhe përthithjen e vitaminës A nga trupi. Kjo vitaminë gjithashtu është tërësisht thelbësore edhe për sa i përket rigjenerimit të qelizave tuaja. Nga ana tjetër, edhe pijet e gazuara mbeten të papreferuara. Këto pije janë të pasura gjithashtu me kafeinë, sheqerna, fruktozë dhe ëmbëlsues artificial. Këto të fundit nga ana tjetër shkaktojnë dhimbje koke, marramendje, probleme me tretjen dhe gjumin dhe humorin së bashku me kujtesën. Pirja e një kanaçe të tillë në ditë rrit rrezikun e atakut në zemër me 20%. Të skuqurat. Ushqimet e skuqura gjithashtu rrit rrezikun e diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Ekspertët thonë gjithashtu se mënyrat e duhura të gatimit janë me avull, zierja, pjekja dhe gjithashtu drithra jo të plota. Buka e bardhë, makarona dhe produktet e tjera të përgatitura nga mielli i bardhë rrisin gjithashtu inflamacionin në organizëm dhe ky i fundit përbën zanafillën e shumë sëmundjeve. Nga ana tjetër, ndjekja e një diete të shëndetshme është shumë e rëndësishme në secilën moshë. Megjithatë, pas moshës së 40-tave, vëmendjen e veçantë duhet ja kushtoni pikërisht asaj që ju hani. Në të vërtetë, ka ushqime që duhen shmangur pas moshës 40 vjeç, pasi tretja jon ngadalsohet dhe nuk arrin të menaxhojë, sikur të ishim 20 apo 30 vjeç. Mirëpo, cilat janë ushqimet që duhen shmangur pas moshës 40 vjeçare? Në moshën 40 vjeçare ju duhet që të filloni të mendoni për shëndetin e zemrës dhe eshtrave. Në fakt, meshkujt mbi moshën 40 vjeç kanë më shumë gjasa të vuajnë nga sëmundje kardiovaskulare. Gratë nga ana tjetër përballen me probleme të kockave. Kjo është edhe arsyeja pse në këtë periudhë është nevojshme që ju të konsumoni ushqime të pasura me fibra si fasule, bizele, mollë dhe fruta agrume. Nga ana tjetër, duhet të zvogëloni ose dhe të shmangni konsumin e mishit të industrializuar, salçiçe, sallam, prosciutto, kriprat dhe gjithashtu ëmbëlsirat, biskotat, akulloret, pijet jo alkolike, ushqimet me glutamat monosodium, patatet e skuqura, hamburgerat e të tjerë. Në moshën 50 vjeçare, gratë në menopauzë fillojnë dhe të kenë probleme kardiovaskulare. Për të reduktuar këtë rrezik, është e këshillueshme që të merrni omega 3 dhe vitamina B të përfshira në ushqime të tilla si peshku, maja e birrës dhe fara liri. Në moshën 60 vjeç, zakonet e të ngrënit duhet të riformulohen nëse janë të gabuara. Është e rëndësishme të konsumoni vakte të vogla 5 herë në ditë dhe të konsumoni vitamina dhe shtesa. Përveç konsumit të këtyre frutave dhe perimeve,
është e rëndësishme që ju të pini shumë lëngje edhe për të shmangur kapsëllëkun. Mirë po çfarë duhet të hani sipas moshës? Në të 30-tat, për të mbështetur ndryshimet trupore që ndodhin gjatë kësaj moshe, përfshini ushqime të cilat ndërtojnë muskujt tuaj dhe i bëjnë kockat tuaja akoma dhe më të forta në dietën tuaj. Artikujt e pasur gjithashtu me proteina si vezët, farat, produktet e sojës, gjoksi i pulës dhe quinoa janë pikërisht miqtë tuaj. Nga ana tjetër, qumshti dhe kosi janë thelbësore për forcimin e kockave, por nëse është e nevojshme, merrni parasysh marrjen e kalciumit dhe të proteinave. Në të 40-tat, për të rregulluar nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu për të rritur metabolizmin tuaj në këtë fazë, siguroni që të përfshini fibra në dietën tuaj ushqimore. Ushqime si brokoli dhe për shembull patatet me lëkurë do t'ju japin juve lehtësisht këtë. Në vend që të porosisni, provoni të bëni vetë hamburger të shëndetshëm në shtëpi. Artikuj të tjerë ushqimor që mund të konsumoni janë sanduiçet shtëpiak, produkte, qumshti pa yndyr dhe ton, fruta dhe perime. Në çdo vak siguroni gjithashtu që të përfshini edhe produkte qumshti pa yndyr së bashku me proteinat. Në të 50-tat, kur jeni në të 50-tat, gjithashtu duhet që të ndërroni qumshtin me qumshtin e bajames dhe dritrat tuaja të rregullta me lloje që janë pa aromë dhe sheqer. Në vend të kësaj, ju mundet gjithashtu që të shtoni edhe mjalt. Për të zvogëluar gjithashtu shenjat e plakjes, keni edhe avokado, brokoli, boronica dhe gjithashtu arra dhe spinaq. Mollët munden gjithashtu t'ju ndihmojnë që të ulni kolesterolin dhe të luftoni diabetin. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh që në moshën e 20 apo në moshën më të hershme, ju duhet që të keni një regjim tjetër ushqimor nga kjo moshë, e cila mundet të kalojë edhe në fazën e menopauzës. Pra, në të 20-tat e tyre, është koha që njerëzit të ndërrojnë zakonet për të bërë më të shëndetshëm. Ju duhet gjithashtu që të ndërroni patatet e skuqura me patatet e ëmbla, çokoladën me qumësht me çokoladë të errët, kos në vend të akullores dhe gjithashtu konsumoni pulë të gatuar. Përfshini ushqime të pasura me yndyra, makarona, arra dhe gjithashtu salmon dhe fara chia. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh që gjithmonë regjimi ushqimor duhet i përshtatet moshës suaj dhe të tregoni të kujdesshëm që të përfshini në dietën tuaj ushqime të shëndetshme dhe sa më pak ushqime të pasura me sheqer apo edhe të përpunuara. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se çdo moshë duhet të përshtatet me regjimin e duhur, prandaj ne gjithmonë ju këshillojmë që të konsultoheni me mjekun tuaj apo me dietologën tuaj për të mësuar se cilat ushqime munden që t'ju përshtaten më mirë sipas moshës tuaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Mirë po, duhet të dini, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.